Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju në të dërguarin tuaj e keni shembullin më të mirë. Po. A mos na tregosh se aspekti si një model i kompletuar, i plot, të cilën e ofron Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për njerëzimin në përgjithësi. Sa i përket shëmbëltyrës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti e din më mirë se unë, se Allah të kanë nderuar si me ditori, si me përvojë. Është se Fakit për, që la joti. ja, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kanë shkruajt libra për shëmbëltyrën e tij. Edhe nëse unë mundohem dhe domethënë tentoj me fol diçka për atë, e di se do të jem tepër i mangët dhe asnjëherë nuk kam mundësi me paraqit shëmbëltyrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam para dëgjuesve. Por do t'i paraqes vetëm disa dallime. Pikë parit, dallimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me shembuj tjerë, s'flas tash për shembuj të këqij. Ne si besimtar. Për modelet pozitiv. Për një besimtar, një hoç, një dietar, një kështu, përsëri nuk mund të krahasohet. Se unë e pa marr parasysh se a jam hoç apo jam dietar apo çka jam, do të gaboj. Se i tillë jam, nuk jam i mbrojtur. Do të jem i aftë dhe do të jem shembull për shembull në disa çështje të jetës private, për shembull bashkërtore, ose do të jemi mirë me komshiun, ama do të jemi dështuar në disa pjesë tjera të jetës time, a kupton? Dhe ai i cili do të merr si model, kur do të më shef dështuar në një pjesë të jetës time, në disa vepra, një fushë tjetër, çka do të ndodh? Ai do të dëshpërohet. Do të dëshpërohet. Pse? Pas ka ndjekur dikon i cili është i mangët. Kjo është dallimi i parë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka pas këtë veti. Gjëja e dytë, njerëzit tjerë ka nevojë për teskje, ka nevojë për levdat, të më thonë se ky është model i mirë, se në përgjithësi prezenca e modelit është edhe një objekt krahasues. Se çka thonë neve princi na thonë, po shife filani, shife filan hoxha, shife djali filanit. Është krahasuese, e krahason atë më pak i mirë me atë më të mirin që ky më ndjek atë më bosi ai. Të gjithë kanë nevojë për levdata dhe të gjitha kanë nevojë me ndjek Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, më thonë këto dy çështje. Çështja e tretë është se është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, siç e përmendet ajetin paraprak, është i vetmi i cili i është dhënë tezkije dhe është dhënë levdat dhe është paraqit si shembull nga kush? Nga Allah subhanahu wa taala. Dhe kur Allah të jep garancë, domethënë mbyllet çështja aty. Nuk ka nevojë mi lëvdu kërkush, nuk ka nevojë me shumë nga njerëzit me ndikim në histori dikush që na me kuptu se për një me ky pas ka qenë shembuj, nuk ka nevojë as lëvdatat e sahabeve, nuk ka nevojë as lëvdatat e grave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur ai është i lëvduar nga Allah subhanahu wa taala. Andaj Allah subhanahu wa taala çka thot, ju me të vërtetë në të dërguarin e Allahut e keni shëmbëltyrën, e keni idolin, e keni personin të cilin duhet ndjekur dhe cili duhet mirët për shembull. Andaj ne si besimtar, nëse se e kena një person të për cilin Allah subhanahu wa taala është thembur, thotë është shembull, ama ku? O shembull në jetën e tij me njerëzit, o shembull në jetën e tij me bashkëshortët, o shembull në jetën e tij me fëmijët, o shembull në jetën e tij fetare, o shembull në jetën e tij, do të thonë të përditshme me komshiun, me atë voglin, me